Goshtën beti vrima Bandi, bandi, kandi, randi Rofte qoftë Zululandi A do qumësht apo lau Komarica vjen vërdau Bandi, bandi, kandi, randi Rofte qoftë Zululandi Përshëndetje dashur miq dhe mikesha të Albanos. Mbrëma gjithë. Të dashur punëtor, punëtore, vëllezër dhe motra që nuk punoni. Gëzuar një maj. Gëzuar një maj nga festën e të dashuruarve. Festën e punëtorëve më. Po se janë pa punë. Po që dashuruar më dashuruar është një prilli. Po është një maj unë e ditë proteste. Festa e dashuruarve është një prilli. Ditë e gënjeshtrave, që gënjen atë që do dhe vetëm e a i bërë lëmë shto data të mondi. 14 shkurti është dita e të martuarve. 14 shkurti, po. Atëre një maj është, që a bëjnë ta punëtorë një maj? Punojnë, rinë në shtëpi. Gëzuar ditën e pushimit, dashur punëtorë dhe punëtore, gjitha sindikatave në Shqipëri, Lum ju që si jeni, do. Qa thua? Që s'ka sindikata. S'ka sindikata? Po është një për koca 7%. Po qa bëhet me sindikata të? Qa bëhet asgjë? Do bëjmë si gjithë bota dhe ne. Po ka patur dikur sindikata? Ka pasur, s'ka më. Ishte kampi punëtorve, ato që i menin i menagjonin sindikatat. Ke nostalgji për atë Shqipëritit? Ke? Shumë mirë që ke. Sepse si shka qenë Shqipëria, po do bëhet më mirë akoma. Ashtu, e? Po. Më gëzon këj fakt. Dëgjoj, a e tham dje që e tha dhe Rama. Vlora tha do bëhet si qytetet në Portugalia në Spanjë. Mua më duk si ullje, po kur ma shpjegove ti mbas emisionit dje, që e ka lavin për Barcelona, bërtoj do bëhet më mirë. Besa ishte guri detit poshtë. Ta investimi. Ore, po s'ka mundësi. Do futesh me fryme dhe do shikosh fundin e detit. Po ku i gjenë të to lekë, ore? Se unë kam vetë nga 800 miliardë euro, po këta ku i gjenë? Ore, dëgjoj njërë koncepti, se e tham dje, po shikojnë qik. Vlora ka të gjitha mundësi të bëhet një vend si ato qytetet në Portugali, në Spanjë, në Turqi, ku të vinë të jetojnë edhe plot të huaj. Është plotësisht e mundur. Shqipëria në këtë kontekst evropian, me këto gjithë këto histori, me këtë gjithë këto turbulira, se zota njofin do ngatrojnë Vlorën nesër. Po ku jemi këtu? Ku jemi këtu? Po ku kemi ardhur? Ku është shtëpia ime? Po kjo, po se po. Po motra. Ore, o vlla. Ti ku e kam shpinun? Ore, po Elbasanin që se dinin fare. Çka ke? Ti ke qenë Elbasan? Kam qenë. Si duka si qytet? Jo. Po si Vlora s'është i bukur. Dhe është ka njerëz, ka këshu, ka vreshta, ka... Vlora si Amsterdami, ore. Po Elbasani si kush është? Amsterdami. E ka Amsterdam. E ka Amsterdam. E harove një më. Po sepse është si, në fjallë... Amsterdami. Po Elbasani si kush është? Elbasani pra si Amsterdami. Elbasani si Amsterdami apo Vlora? Po e thot kjo zëns ministria. Më motor. I gjithë Elbasani po pozicionohet fuqishëm në tregun ton turistik. Nuk ka shumë lista të tjera ku një qytet si Elbasani mund të qëndrojë përkrah qyteteve si Amsterdami, Muniu, Roma, Milano, Zagrebi apo Madrid. Jemi pa dyshim në rrugën e duhur. Qeveria shqiptare provon se detyrat e shtëpisë me Bashkimin Evropian i kemi përthithur dhe jemi koshient që pikë së pari janë ato detyrat cilat duhet të bëjmë për veten tonë, jo se na i kërkon Bashkimi Evropian. O kur dali plakat në lëmë, qaj në nu, qaj moj në në, o me këta djemë kutive më, qaj në nu, qaj moj në në. Bravo Elbasani si Muniu, si Amsterdam, si Rotterdami, si Birminghami, si Edimburgu, si Strasburgu. Edimburgu më përqenë. Se a ka burg Elbasani? Ka. E pa, Elbasan burgu. Po jo, më në... Mirë, si Hamburgu. Dëgjom. Jo, janë këto. E para, se the zëvëns ministria. Kjo është zëvëns krye ministria. Zëvëns krye ministria. Po është ministria, është ministria. Zëvëns ministria. Zëvëns ministria, po... Kjo është ministria. Zëvëns ministria është më lartë apo më poshtë? Jo, zëvëns ministria është më lartë si ministria. është ministre dhe zëvëns i lartë. Prandaj, tash, Kurse është ky, gjithmonë ai tjetër. E kuptova. Roskovec ka qenë? Ku? Roskovec? Ku është? Fiert. S'kam qenë. S'ka qenë asnjëherë. Po, qa lapsusi.
Pse? Qa kam Po të humbur? shkosh. Qa kam humbur? Seriozisht, E mund të humbur? s'ke qenë në Toskarat e Italisë? Në Toskana, mo. është tjetër, ajo... Kur vajti Edi Rama atyre, se ato vresht ata. Vdes, Rama. Në Ja, vete, shikoj, në shikoj. Toskara, në Peskara, vetëm në këto vete. Tu është një rregullim. Urdhro, sa e bukur që? Urdhro. Armando, bëj stadium. Kjo është Toskanë, mor. Urdhro, Kjo është komplet Toskanë. Si s'bëhet agroturizëm këtu? qa thua? Jo do vetëm pak nxitje në fillim, pastaj të vinë gjithë. Është, kjo... Po i deti? S'është det, është rezervuar. A, pse aq i vogla? Dëgjoj më tani. Kjo është Toskanë, e gjitha. Toskanë. Hiq 1000 vjet civilizim Toskana, që kanë jetuar ta Da Vinci, gjëra me diçi. Fol keq. Ishte 1000 vjet investime. Po, Fol keq. si pamje Toskanë është ore, dëgjoj. Italia, Shqipëria, Greqia, Spanja, Franca janë shumë të ngjashme se me gjitha vendet e Mesdheut të Jugut. Por, dëgjoj mua këtu, por, dhe ti, dhe unë. Të dy bashkë pjerdim. Bravo, pra. Edhe qaj ke këtë ti, ku do dalësh me këtë? Roskoveci nuk është... Por dhe të duam bëjmë shumë punë. Kuajt Toskana akoma, nuk është fiksit, mund ka potencialin të bëhet si Toskana. E ti ngele ti në sjarosha. Për shumë. Ore ti më falë. Do bet Roskoveci si Toskana dhe do dalin ato cigare si që janë ato, do dalin do Roskovecelo. Ke qenë në Dibër? E kape që atë thash? E kapa, Roskovecelo. Po, ke qenë në Dibër? Në Dibër kam qenë. Janë me Manchesterin? United? Si loj lidhje, është qindër mi bukur, Dibra. Seriozisht? Ke qenë në Manchester ti? Kam qenë në Manchester. Manchesteri është një shëmtire madhe. Kam qenë me gjithmonë se kam familjar që jetojnë aty. Ke qenë ti në Manchester? Po. Ku bie Manchesteri? Si ku bie? Ku bie? Po Strasburgut. A, mirë. E kalon Amsterdam. Po dëgjoj, Albana, se kjo është një reklame madhe që po i bësh Shqipërisë në prag të fillimit turizmi. Fillon turizmi sot, ore. Fillojnë hapet turizmi sot. Po dëgjoj. Po su bashkum, nuk kemi gjonë. Jana për vetë, që shite shesë zbonë. Që shite gjithë ti. Vejani si ajo mërë, si Manchester United, Dibra United. Po të të me avullu Dibra United për vejani. Dibra United, e kuptonë, do Po bashkojnë Manchester United i mezi dojtë dekat 15 vjetë, dhe në 7 metë, o edi. Letë bezi Manchester City, të ben Dibra City. Ajo, ti s'tje pas mundësia, zgjë për gjeje. Pse është t'jap mundësim? Do dëgjosh mirë Shqipti. Dibra është super e bukur, unë kam vajtu, kam qenë me gjithmonë. Kam qenë në Peshkopi, kam qenë në Drinë të Bardhë, kam kaluar, kam parë të fshatat Luzninë e gjëra kështu. Super natyrë. Qa ka Manchesteri? Manchesteri ka mu qitaj, asgjë s'ka. Në krahasim me Dibra. Këta për plas Manchesteri mund sy, po e kam fjallën, unë bëra një zbërtim të bukurive natyrore që ka Shqipëria, po pse thethi me këtë ngja në botë? Me asnjë. Me Zvicër. Me Zvicër, qa, huam. Alpet e Zvicës, a thethi aty, Kush i thot? Boga. Kush i thot? Lere jugu njerë. Ti nga jugu je? Jo jam nga Peshkopia, po nga jugu nga Saranda. Saranda? Moj Sarande, moj delvina, e moj Sarande, moj delvina, i koshta preshet, i ke bokorekna. Pse këndon këngën e Sarandës? Pse këndon këngën e Mesaplikut tëndë? Ashtë tjetër e më. Mesaplikun në lupi. Le, këngën me që, mund të kështë. Gjoj e këtë ta ulanti, u mahnit në vërë. Viti 2023 do të shënoj dhe rekordin ton historik të turistëve që kanë vizituar Saranda dhe gjithë Shqipërinë. Janë sot në faqet e gazetave dhe mediave kryesore botërore me emërtesat më të bukura si Karaibet e Europës apo Maldivet e Europës. Pse se që Maldivet, dhe që këto Karaibet, pse se Maldivet që në fillim? Psa kemi neve Kardiki, Karaburuni, Karavastaja. Po i kemi vetë ne, janë tonat, s'kemi se marim Karaibet e botës. Po edhe Karaibet na duen ne. Dhe ato, na mbytë to, re. Po na mbytë to. Aman, Shqipëria si Zvicra është. Jo. Si jo. Janë shumë njerëz të ftohtë ato. Kush më të ngrohtë. Po jo njerëz dore. Po kush natyra thua ti? Po e ka thënë doktori kur ishte atëre. Po Zvicra s'ka det. Po kështu tha doktori. Po doktori s'ka faj. Ja, dëgjoj. Shqipëria është një Zvicër e vërtet me det.
Një Zvicër vërtet me det. Pra, ne jemi Zvicra, po kemi det. Po, jo, ne jemi Zvicra e vërtet. Po. Ajo Zvicra që është do me ndër, Zvicra falso, ne jemi tamam. E kuptoj. Pinçi kuj, aty se... Ne përveç se kemi det, doktor, kemi dhe super burime. Është një burim, është një... Fillon në majtë në Mëçkës, 1482 metra. Po, është uj spring. Ruan ekolibrin midis trupit dhe mendjes, energji gjatë ditës, por ama në një drek ku ulesh mirë, një tavë me makarona misko, me një zhvici. Pasaj dile dhe folti ozon elektronika. E gjitho është të nksha, të vdes. Dere, s'ke qa ti hash, ha tavë. Miskot, të nësha miskot. Ozon elektroniks. Me më shumë se 10 pika tashmë në gjithë Shqipërinë, por ne po përqendrohemi vetëm tot Tiranës, mund të shkoni tek Mikalin Ozon Astir, mund të shkoni te Medreseja, mund të shkoni në Xhamnik te tregu elektrik, ose te pika Merena Sauk, ose hyni në internet www.ozon.al dhe për 24 deri në 48 tetor ju vjen porsia në shtëpi. Ozon, jetoni mirë duke kursyer. Publicitet mundi. Ishte ky kolegu ytë, Breti Charles i Anglisë. E ke kolegë kjo bëja? S'kam 300 sa vjetë pa i folë, është vampiraj. Qa thua? është vampir, po. Nuk është ufo? është vampir. Vampir? Vampir. Po i ka bërë unë gjithë përën e Covidit dhe ka filluar del dhe ditën, se vetëm natën ditë. është vampir o pijak. Vajti në Amerikë, bën atë... E di bëjt akti me Trumpin, se më vede mos vede iki tash. Po si ja o që dorën ajo Melania Trumpit ashtu? Po tash dëgjoj si ajo që dorë Melania, unë të kam thënë disa herë që ata nuk shkojnë mirë si çift sepse ku fut kokën gjarpri prishet çifti, futet çeri në shtëpi. E marr vesh. Unë jam miu në shtëpi të tyre. Shikoj. Apo çik mondit. Ku e merë gruan me diferencë të madhe në moshë është... Oriste? Jo, thash për... Për Trumpin? Për Trumpin me Melanin? Po, për këtë. Pasaj aja kështë e dhjerë këmë mbreti Trumpit. Qa ishte thënë? Po nuk ta Trumpi atyre, po të mos ishë Amerika e roba të flisë gjermanisht. Po mos ishim ne ati të flisë frëngjisht. Shikoj. Ju së fund mi thatë, zoti president, se nëse nuk do të ishte për Shtetet e Bashkuara, vendet evropiane do të flisnin gjermanisht. Guxoj të them se, nëse nuk do të ishte për ne, ju do të flisnit frëngjisht. E kuptona? Miri thotë. Se di pse a thakte, se ke budallëk i madh, po. Po e kështë prezentuar me muzeun. Me kë muze? Muzeu Trump. Se ka muze Trumpi. Shikoj, budalloje. Shikoj. Mos është blendigon gjatë të bërtasi Trump, gjatë bëllë se më shkandrove. Charles, I don't like to brag, but I healed people. Many people, the best healing. I see. And I was also Pope. Vatican loved me. Honestly, they didn't want me to leave. The Vatican? Fantastic people. And this is the best one, Masterpiece. I know what you're thinking. They're going to say it's AI. They're going to say it's a fake, not real. But be honest, we are actually two kings. Gjoke. Po këta që tani për 250 vitorin e Amerikës do bëjë finale botrorit. Jo, pasaporta do jenë me fotografinë e Trumpit. Pasaporta amerikane. Wow. O që do budallëqe. Shife. You guys see this? The State Department is introducing new passports with Trump's face on them to celebrate America's 250th anniversary. Take a look. It's hard to tell who looks more upset about Trump being on that passport, you or him. Është vështirë ti të thuash se kush bëhet më shumë me nerva që është në pasaport. Ne që shikojmë apo Trumpi që kanë më bëj pyetur. Po, kuptova atë, por do të kuptosh dhe vlerësimi që vet Trumpi, se unë kam shumë respekt për Trumpin. Pse? Ai është njeriu që shijon bukur. Sa arzie mund të ketë i këtyre që hapin në Amerikë. Po më e di se vetë ka ka themeluar po. Tha, më pëlqejnë shumë vajzat shqiptare. Asnjë s'ka prek mendon. Shikoj. Asnjë s'ka prek mendon. Po shikoj ta them unë. Samir Qenka në Shqipëriore, tani do jetoj në Shqipëri, por mos harojmë edhe gocat Qenkën të bukur e kaloni, bukur ju don Trumpi. Ju don Trumpi, kupton apo jo? Dhe
Një vajzë e bukur e jona shqiptare që më të vërtet shumë e bukur. Maksimu vetëm Bleona po ka qenë, se Bleona ka më betë në Amerikanët. Se ka qova unë që atërë. Shikoje! Bi tavolinë ka zyre. Po i ka vënë vetë kjo apo i tha Trumpi? Se di unë ta, si që soli më. Bleona me shpirtit vajtë. Dëgjo, më shkruaj në Instagram që s'ta kam më numrin, më thuaj, të tha Trumpi ashtu dila, po dole veti, more le. Ashtu që të qenë, pse nuk lejo, dalë shashtu mbi tavolina. Do i mërzit Melania do zihen, se anë shoqe. Shoqe Bleona me Melanina. Po unë i kam prezentuar. Melania është mosha e mamas Bleonës. Unë i kam prezentuar. Që, Melania është 50 e sa vjeqe. Po me Bleona është 28 shëndësika, po unë i kam prezentuar. Qa thua? Sa të mban kur të zë? Sa i lache ke pirë sot, të drejtën? Ke pirë? Se më spionon së këtë njerëzve? Jo, mirë, se janë gjëra që të tregojmë sinqert para njerëzve o burë. I ke pirë sot, jemi në regull, të vazhdojmë. Haj, publicitet më di. Haj, më që t'i japun, s'kam se i lache të tërë në Amerika. Mondi, këtë ka një kur plumba do djallë. Kanë fluturuar, si i thonë. Pse? Qfarë? Moza kërkon lepujt. Shlike ka... Po, këti ka një kur plumbat, Moza si ka një kur lepujt. Që e madhe fare. Qa thua? I bëri thi, bëthire kërë-ministri, ta e Ulsi Manjës, e ministrë dërësis që këtu, më gjeni lepujt. Qa thuar, Mondi? Po, ishte të meruar. O, Edi, atë satelitin me i Albania, ku e ke? Ma shikoj qik zonën dhe du dhe certifikatat e lepujve identitetit, se nuk i di se si ka emrat, bile edhe nga nej foto nuk do ishte keq. O, Ulisi, qa thonë ligjet, qa thonë ligjet për lepujt, se mos po gaboj. Shoqja sekretare ka fshehur dhe karrotat edhe sallatën dhe pësot gjej. A erdhën forcat speciale, lutmi shumë? Po ty... Jo? Po qa presin ato, të ishim ne nga puna? Mbyllja ndikon shumë, mbyllja, se këto edhe hapur. Po, shiko, varet me njëzit zjetërish. Uria në shoqëri të mirë dhe i kalja mirë. Lepujt këj dy zojq, që kanë fluturuar zojq, që kërkojnë lepujt? Jo, më lepuj, po ka një kur aty në përferme dhe s'po i gjendot. Dhe i thotë, shaton ligjet për lepujt. Nëzirë satelitin, kotë që kote mbampët. Po bëj këtë dietën tani, Albano. Këtë dietë? Këtë që në mëngjes, ha 2 kokra vezë, kos me fara kungulli. E hoqe vajën o lirit? E kam një luk vaj, një luk. Po jo, a i fa hiqe. Kështu, pasaj nga ora 12 ta i banë. Se jep shpirt kot me këtë fasting unë me këto budalqet. Ha qatë duash, mos i mbagje shpirtit, se sa të doja i lardo, sa e ka shkuar i lardo rosh. Me qatë i dhe ku e t'gjove dhe tu? E ka thënë një nga rapsodët. Qa thua? Më të thellë. Më të thellë? Balkanit. Që kanë minjera. Dhe kuptosh që është i thellë. Qa thua? Serëzishtë? Tregoj pak. Pa më mundi. Në daq ha karamele, në daq ha mish, në daq ha qdo gjë, do rosh sa ta ka shkruar i madhi zot. Dhe gjove bëma. Shpirtit mos i kurse as një gjë. Se jam shiko, me gjithmon t'jam këtu, po jam dhe si hoq, po këpute mish, po këpute mish një, dhe të kanë ngrën me si 2, unë ta prish, a i sa diu, ta prish. Ja pas ke prishur gjithë Kështu të dashur miq, ja pas ka prishur gjithë natën e mirë, një muaj të mbar, se po prish, po prish. Dhe po prish, më prish giza. Hajde! Më këtëra njëri me si. Mondi, të dua shumë. Mos i mbagje shpirtit, Mondi. Jepja të gjitha. Një muaj të mbar, zuar festën dhe një. Natë mirë.